A ekziston me të vërtet syri i keq? Apo është thjesht një nga ato besime të vjetra që i kemi trashëguar pa e kuptuar pse? Në këtë video, do të zbulojmë nga vjen kjo ide, çfarë thot shkenca, dhe pse ka njerëz që betohen se e kanë provuar në lëkurën e tyre. Qëndro deri në fund, sepse disa nga faktet që do të dëgjosh, do të habisin. Koncepti i syrit të keq është shumë i vjetër. Ai ekziston në pothuajse çdo kulturë të botës, nga Greqia e lashtë, tek Egjipti, India dhe deri në Shqipëri. Në çdo vend, ideja është e njëjtë. Dikush mund të të sjellë fat të keq vetëm me një shikim ziliqar. Në Shqipëri, thuhet shpesh të ka marrë syri, një fjali e shkurtër, por me shumë domethënie. Por si filloi ky besim? Në kohët e lashta, njerëzit nuk e kuptonin energjinë, psikologjinë apo ndikimin e mendimeve. Kur diçka e keqe ndodhte pa pritur, sëmundje, prishje, humbje, ata kërkonin një shpjedim dhe fajin ja vinin syrit të keq. Por, a ka diçka të vërtet pas kësaj? Shkencja moderne nuk e pranon syrin e keq si diçka të matshme, por ajo pranon diçka tjetër, energjinë që njerëzit transmetojnë. Të gjithë ne lëshojmë energji përmes emocioneve tona. Kur dikush na urren, ndihet. Kur dikush na do, gjithashtu ndihet. E ke ndjerë ndonjëherë kur hy në një dhomë dhe diçka nuk shkon? Nuk ka fjalë, por ndjen një energji të rëndë. Kjo është ajo që shumë e lidhin me syrin e keq. Një studim interesant nga Universiteti i Princeton tregon se emocionet njerëzore ndikojnë në fushën elektromagnetike që rrethon trupin. Kur dikush ndjen zili apo inat, trupi i tij lëshon një frekuencë ndryshe nga kur është i qetë apo i lumtur. Pra, ndoshta nuk është magji, por një reakcion i vërtet energjetik. Shumë njerëz në Shqipëri dhe më gjerë tregojnë histori që të bëjnë të mendosh. Një nën tregon se sa herë dikush i lavdëronte fëmijën, pa e bërë me qëllim të keq, ai së murej atë ditë. Një tjetër thotë se pasi dikush i tha, sa shtëpi të bukur ke, i plasi tavanit ujë natën tjetër. Rastësi, apo ndoshta energji e padukshme që ndikoi. Edhe në vende si Turqia apo Greqia, këto përjetime janë të zakonshme. Në fakt, në Turqi çdo shtëpi ka simbolin e syrit blu, një mbrojtje që besohet se mbron nga energjitë e këqija. Në Shqipëri e gjen të njëjtin simbol tek foshnjat, në makinë, madje edhe në dyqane. Një mënyrë për të thënë, e di që ke energji, por nuk dua që ajo të më prek. Por le ta shohim nga një këndvështrim tjetër. Ndoshta syri i keq nuk është dërgimi i qëllim shumë, mund të jetë forca e mendimeve. Kur dikush ndjen zili për dikë, mendja e tij fokusohet fort në atë person, dhe fokusi krijon energji. E një ka gjë ndodh edhe me mendimet pozitive. Nëse e mendon dikë me dashuri, ai shpesh e ndjen. Prandaj themi, më erdhe në mendje dhe më dërgove një mesazh, rastësi apo lidhja energjetike. Një eksperiment i njohur nga Masaru Emoto, studiues japonez, tregoi diçka të pabesueshme. Ai mori ujë dhe i fliste me fjalë të mira. Faleminderit, të dua, je i bukur. Uji formonte kristale perfekte. Por, kur i fliste me fjalë të këqija, urrej, je i kot, kristalet deformoheshin. Shumë njerëz e kritikuan eksperimentin, por ai ngroti një pyetje të madhe, nëse fjalët ndikojnë ujin dhe trupi ynë është 70% ujë, a mund të ndikojnë edhe tek ne? Pra, a ekziston syri i keq? Ndoshta jo si një fuqi magjike që na ndjek me një shikim, por si një kombinim i psikologjisë, energjisë dhe besimit. Kur beson se të ka hedhur syrin, trupi yt reagon. Ti stresohesh, lodhesh, humbet ekuilibrin. Dhe ajo ndjesi bëhet reale. Por, lajmi i mirë është ky. Nëse energjia negative mund të ndikojë, atëherë edhe ajo pozitive mund të mbrojë. Dashuria, falënderimi, mirësia janë si mbrojtja të padukshme. Kur mendon mirë për të tjerët, nuk e lë hapësirën që energjia e keqe të hyjë. Në fund të ditës, mos haro, forca më e madhe nuk është te syri i keq, por tek besimi yt. Nëse ti e beson se je i mbrojtur, je, sepse energjia ndjek fokusin. Fokusoje mendjen tek e mira, dhe e mira do të vijë. Nëse të pëlqeu kjo video dhe do më shumë tema si kjo, si ndikimi i energjive, besimet e vjetra shqiptare apo sekretet që njerëzit ende i besojnë, atëherë mos harro të shtypësh butonin subscribe
dhe të lësh një koment. A ke përjetuar ndonjëherë syrin e keq? Shkruaj më poshtë përjetimin tënd. Faleminderit.